Në dukje ka qenë një javë mjaft të qetë në showbiz, por jo edhe pa zhvillime. Ndikim së bashku të rejat në rubrikën E vërtetë pa vërtetë. Blero sërish përfundimisht, zyrtarisht, me gjas, definitivisht, ndahet? Po, e vërtet. Nuk po bëjmë shaka kjo sepse më në fund e kanë darë mendjen. Zonja dhe zotrin e konfirmojmë sonte, Blero është ndarë nga lidhja e fundit me të famshmen e deri diku, misteriozen Babyn. Këtë prive ka marrë vesh nga burime pranë këngëtarit, të cilët kanë precizuar se periudha ndaj bashkohu pas Big Brother VIP Kosova ka marrë fund. Gjithçka mes tij dhe partnerës në lidhjen e fundit është mbyllur pa një shteg për të rikthyer. Kapitulli tashmë është i përfunduar, teksa në këtë periudhë këngëtari ka qenë në vazhdimsi në lëvizje. Ai është parë zë fundmi në Cyrje të Zvicrës, aty ku jeton eksi i dikurshëm Afrona Dika. Se e ka gjetur ndonjë dashuri të re aty ku e ka të dikurshmen, apo janë punët ato që po e shtyn ta frekuentoj Zvicrën, do i bim në fije shpejt, e sigurisht do t'ua themi. Vesa vetë aksidentohet me makinën e saj të famshme. E vërtet, ish banorën e Big Brother VIP Kosova, Vesa Vllazaliun, duket se ka zënë pak mësyshi makinës së saj luksoze që e përmend dhe reklamon fort. Kjo sepse ajo ka pësuar një aksident në një prej qendrave tregtare të Prishtinës ditën e sotme. Fatmirësisht, gjithçka ka kaluar me dëme krejt të lehta, siç kuptohet në këto shkrepje të siguruara nga prive. Me gjaz bëhet fjalë për një moment shkujdesje që ka bërë që Vesa të ndeshet me barierat e rrugës, por pa pasoja. Tashmë kur dënimet në trafik janë shpërsuar me të madhe, si Vesa dhe të tjerët duhet të bëjnë më shumë kujdes në këtë pjesë. Pjesa personale për një romancë me Grace Hotin, por nga kjo gjë s'është që ka diçka që qëndron, të paktën tani për tani. Teuta Krasniqi, super prurja çka ka shtëpia. Po, e vërtet. Javë më parë konfirmuam ndarjen e rrugëve të Gresa Pallaskës me Naser Afunën në serialin më të popularizuar në vend, çka ka shtëpia. Pas mbi një dekade bashkë, ajo nuk do jetë në serial. Naseri u shpreh se rrugët janë ndarë me marrëdhënie të qetë, mirë po ashtu nuk është që u duk në rrjetet sociale. Me rëndësi një zëvendësim goxha me peshë është gjetur. Aktore Teuta Krasniqi është prurja e Mercatos në serial nga epizodi i jashtëm. Prive mëson se ajo do jetë në rolin e bashortës së Gjekut. Për të gjithë nostalgjikët e serialit Kafenia Jon që i kanë pëlqyer bashkë në rolet respektive, Naserin dhe Teutën, ky ribashkim na jep një shije të mirë të kaluarës, po mbi të gjitha edhe të suksesit në një tandem si ky. Sukseset Teut.